Ky emision mundësohet nga Hotel Golden Place në Mavrov dhe magazina BSJ Flower. Sonte kemi kënaqësinë që në emisionin Net Vere të kemi Aisha Avdi, një personalitet i jashtëzakonshëm për Maqedoninë e Veriut, po edhe të gjithë shqiptarët anë mban botës. Aisha është drifterja e parë shqiptare e cila me sukses ka arritur që të thejë ca kufi e stereotipe në vendin tonë. Ajo është gjithashtu nën e 2 fëmijëve dhe jeton dhe vepron në Shkup, një vend i vogël që nuk është që të siguron një të ardhme në këtë profesion, por Aisha ja ka dalë me sukses. Pavarësisht këtij profesioni sportiv, Aisha ka edhe disa pasione të tjera dhe qëndroni me ne për të zbuluar pak më shumë mbi pasionet e saj, mbi dashurinë që e ka ajo për driftin, si rindi kjo dashuri dhe cilat janë ëndrat e saj në të ardhmen. Aisha, mirë që të kemi këtu sonte, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Si e? Mirë, faleminderit. Atëherë po ju hym direkt në temë. Na trego pak më shumë për ata që nuk të njohin se kush është Aisha Avdi. Aisha Avdi është një nanë e 2 fëmijëve, një grua e suksesshme në drejtimin që kam zgjedh. E falenderoj Zotin që çdo send që kam dashur e kam arrit, kështu që mendoj se gjithçka është e arritshme nëse ti don. Kështu që unë jam një driftere gjithashtu, një ambise në shtëpi, një nuse, domethënë si çdo grua tjetër që janë gjitha gratë. Përse driftingu? Nga kuptova që ti dëshiron të bësh një driftere. Nga të lindi kjo ide, kjo dashuri, si e provove për herë të parë? Sa i përket veturave sportive kam qenë gjithmonë ajo që i kam pas dëshirë. Mirë po, me kohë ndoshta shkaku për shkak çështjes financiare, domethënë derisa isha tek prindërit e mi, i falenderoj përzemërsisht që ishin ata që më shkolluan dhe nuk ishte koha që ishin kushtet për të kërkuar diçka më tepër. Dhe pas një kohe, pas martesës, domethënë erdhi koha që unë dhe bashkëshorti, domethënë ja dolëm këtë drejtim dhe ai e zbuloi që unë jam e çmendur pas këtij lloji sportit, është pasioni që gjithmonë e kam pas qef. Edhe domethënë kam vazhdu pas si jam bën nanë 2 fëmijëve, kështu që e kam zbulu veten që aty jam ajo Aisha vogël, kështu që e kam pas mrena, e kam shpreh tani pas ca viteve. Për herë të parë e kuptove pas si u bashkove me burin, domethënë, ose më herët? Jo, domethënë për vetura sportive gjithmonë i kam pas qef, edhe si fëmijë domethënë ka qenë prindi që më ka dërgu në për vende ku ka pas gara. Edhe vetë fakti që jam vajza e madhe, domethënë nga ajo që kisha për mbi supe, domethënë ishte detyrimisht që të mësohem, domethënë edhe si prind kujdesem edhe për motrat, vllavin, domethënë çdo gjë me kohë edhe shumë më e fortë ndoshta. Edhe pra çka pas martesës me bashkëshortin, pasionin e kam shpall publike, kështu që ai ka qenë shtysi më i madh që e ka zbulu tek unë që është pasioni im i përzemërt dhe domethënë ka qenë mbështetja që domethënë mi ka hap rrugë për të marrë pjesë në garat sportive. Kurse për driftin ka qenë momenti kur kishte drift në një event në Shkup dhe një shok nga Kosova ma dha veturën e tij për ta provu dhe me të vërtetë aty e pas vetën e kisha atë adrenalinën që ndoshta më plotësoi. Ishte kjo hera e parë që ti e gjete veten në pistë? Në pistë kam bërë ndoshta ndonjëherë kështu driftet vogla, mirë po me veturë driftit që është profesionale, ndoshta ishte kjo hera parë, domethënë. Dhe si ishte ndjesia? Ishte ndjesi nuk po shkruhet, domethënë secili aty ku e gjem veten, domethënë ku plotësohesh. Aty e gjeta veten dhe pas asaj kërkova që të marr pjesë edhe në drift, kështu që edhe bashkëshorti ishte një ndër iniciatorët që më tha mund të vazhdosh në këtë drejtim. Reagimi i tij kur të pa në pistë për herë të parë, u emocionua? Ai në fakt është tipi që e ka zbulu kohë më herët këtë pjesë dhe
ka shumë besim të kur them diçka ose kur provoj diçka më thot ja der, se e din. Do më thonë më vlerëson para se unë ta vlerësoj veten. Shumë e vërtet. Ndërsa cili ishte reagimi i prindërve të tu? Me thënë realitetin, prindërit mi nuk është që edhe kam pas dëshirë, jo nga që nuk e kam mbështetjen, mirë po si prind, kuptohet ashtë e kanë frikën që mos më ndodh mu diçka, për shkak se edhe kam fëmijë, arsyeja vetëm është kjo. Domethënë prindërit që e kanë frikë se mos më ndodh mu diçka. Kurse janë mbështetësat e mi gjithmonë, kur kam nevojë të më mbajnë fëmijët janë ata në rend parë që gjithmonë i kam mbështetje. Ka raste që edhe i marr fëmijët me veti, për t'ju tregu cila është mënyra më e mirë për të garu që në të ardhmen mund të garojnë edhe ata në vende legale, në pista ku duhet e jo në rrugë. E ke ndërmend ti kyçesh fëmijët edhe në drifting? Po besoj djalin e madh po, për shkak se edhe është ai që e kom shty një herë, domethënë veç e ka provu driftin, edhe e din. Kurse djali i dytë e ka krejtësisht një drejtim të ndryshëm. Ai është i pasionuar pas motorave. E ka dikush këtë pasion gjithashtu në familjen tuaj apo? Burri. Burri. Mirë po nuk e ndjek atë pasion. Është vërtet pak më i rrezikshëm se me vetura, po që nuk e di. Edhe me sinon ndoshta nuk e kisha dasht, po që me vetura pak a shumë ndoshta jemi më të sigurt. Unë mendoj ashtu. Kjo pastaj lind nga ajo që ti e njeh fushën, i njeh rreziqet. Është dhe mund t'jesh aty si një dorë shtesë. Edhe sigurisht sa i kemi ambrosh. veturat e përgatitura, domethënë me hekurat sigurisë brenda për shoferin, domethënë veshja antizjarm, helmeta, kurse me motorët pak sa më e rrezikshme. Cilat janë pika që një driftere duhet t'i plotësoj për të hyrë legalisht në këtë fushë dhe për të bërë profesioniste? Kërkohet një licencë paraprakisht? Normal, nëse don të marrësh pjesë në Evropë, besoj që duhet një licencë. Gjithashtu unë e kam kryer, për tek ne jo, sepse janë driftat më të thjeshtë. Janë, domethënë, rreth rrotullim në vend, ose një tetë që ti themi, ose një trekanç. Kurse në pistat evropiane janë patjetër me pas një diplomë ose një licencë, për shkak se edhe vetura duhet të jetë rregulluar gjithçka me afat, domethënë sediljet, rrypat. Mendoj shumë gjana ka që duhet të ketë një veturë driftit për në pistën evropiane. Këto pika i kërkojnë edhe tek ne? Jo, tek ne janë pak më të buta ligjet, kriteret, po. Në fakt nuk e di a ka ligje të posaçme për drifter? Normal vetëm se duhet të jetë domethënë bëhet kontrolla e makinës nëse futet në drift, po flas për në Evropë. Për tek ne duhet vetëm drifterin ta dim se a është një lloj drifteri a din apo nuk din. Për shkak se bëhet fjalë për publik, dhe publika edhe pse tek ne është më e rrezikshme domethënë drifti, për shkak se bëhet rreth rrotull me publik, nuk është publika lart sikur në Evropë. Kështu që edhe sigurinë e kemi zero. Po pra, pikërisht nuk ka është krejt e kundërta. Për sigurinë e ndjekësve që janë aty? Në organizimet e mia, domethënë standard, unë organizoj që të jemi shumë më të sigurt për publikun, vendos barikada rreth rrotull, që edhe disa goma që ti tregojmë drifterit deri ku e ka limitin që mundet më afru në publik. Kështu që këto janë rregullat e mia si ekip që jam Red Line Tuning Drift. Edhe i përshëndes përzemërsisht edhe ekipin tim që gjithmonë janë aty për çdo fjalëtimin, për çdo organizim që bëhet. Domethënë jemi ekip shumë e organizuar. Kurse në vendet jashtme gjithçka është publika krejt lart. Edhe pse makinat futen kontrolle dhe përgatiten për drift tamam si duhet, publikën prapë kanë shumë më të sigurt. Se të ne është edhe nuk përgatitemi me vetura ashtu si duhet, as ne si driftera domethënë futet kush don çfarë don, por që tek ekipi im është me lajmërime, domethënë me kushte, rregulla, domethënë që të ketë helmet patjetër, PP aparat për zjarrin me fik, kështu që duhet të jemi përgatitur për çdo moment.
Po shoh që e ke të ngjitur edhe logon Redline Tuning Drift. Ti ke hapur shoqatën tënde? Po. Na trego pak më shumë. Shoqatën e kam hap. Pra, sa antari ke, kush mund të jetë pjesë e shoqatës për ta të rinj që po vinë? Ka dyert të hapura aty? Po, janë të mirë se ardhur. Unë si shoqat si fillim e kemi hapur unë edhe bashkëshorti, kemi marrë si iniciativë që tjetë një shoqat sportive, që kemi dyert e hapura gjithmonë, sepse unë edhe ashtu kam kryer një shkollë në Itali për drift, kështu që kam një licencë për bazën drift, sepse ka ende baza tjera. Kështu që kisha drejt të hap një shoqat sportive për rinin që kem organizime tilla sa më shumë, që rinia vjen ta shpej adrenalinën aty ku duhet, jo në rrugë. Mirë po, tani edhe jemi bë pak më shumë vetë, domethënë gjithë ekipa jemi tel dikun, 9 ndoshta, se njënin e kemi pak më largë kur na afrohet mirë, kur nuk është, nuk është. Kështu që i përshëndes me zemër se janë gjithmonë aty kur kemi diçka. Domethënë bëhemi bashkë, mendimet i japim të gjithë bashkë, vendosim për gjëra që është më e mira për ne dhe më e mira për publikun, ideja të ndryshme, edhe organizimet që bëjone janë gjithçka legale që mirret leja nga policia, nga komuna dhe bëhet çdo organizim me rregull. Sa shpesh brenda vitit organizohen turinge në Maqedoni? Ju sigurisht me një pjesë edhe jashtë vendit, apo? Po. Në Shqipëri, Kosovë? Shqipëri, Kosovë, Serbi, domethënë mbaret edhe në Greqi si vjet ndoshta mund të shkojmë. Po këto janë domethënë show tuning, për vetura sportive tuning që vlerësohen bazë modifikimeve. Unë kam 3 vetura, domethënë është Dodge Challenger Amerikan, që garoj në tuning show. Në kategori të ndryshme janë, për shembull, kategori lux, car, German style, lloj-llojshme. Kurse kam veturën e driftit BMW me E36 me motor të Mercedesit 5.0 V8. Kështu që ata e kam tregulluar me special për drift. Edhe gjithashtu tani e kam një projekt për Golf 4 1.8 turbo, ende s'ka përfundu për gara shpejtësisë. Dhe në kësi rast, domethënë paraqitemi gjithmonë kush do të marrë për cilën drejtim. Edhe organizimet që bëhen, domethënë jashtë venit, i bojmë pyetje njëri tjetrit se për çfarë ka gara, nëse është 3 lloje, 3 makina gjymar. Nëse është vetëm tuning, domethënë shkoj vetëm me makinën amerikane, nëse ka drift vetëm me makinën e driftit. Është sport i shtrenjtë? Është shumë sport i shtrenjtë. Dhe si e mban? Mendoj, ke donator apo të ndihmon shteti në këtë pjesë? Si shkojnë gjërat? Ndihma e shtetit për momentin nuk është, sepse drifti nuk njihet si sport në Maqedoninë e Veriut. Nuk është as në federat që ekziston sporti i driftit, domethënë gjitha llojet janë, po i driftit nuk është. Kështu që mbështetjen e bëj vetë me bashkëshortin që ndoshta në disa raste mbulona me disa reklama të mia. Në disa raste kam sponsor, kështu që ja dal. Nëse nuk do të ishe sponsor? Të mundohesha me shpirt punoj edhe t'ja dal. Sepse e kam vendosur që të arrij atë suksesin që dua, atë qëllimin tim, dhe mendoj se do arrit. Gjithçka që deri sot e kam arrit është gat. Kështu që mendoj se do ja dal prapë. Kjo pjesë. A që kur fillove, u ndjeve ndonjëherë e paragjykuar nga njerëzit referatu që gjithmonë din të flasin diçka o mirë o keq? Gjykimet gjithmonë ekzistojnë edhe kanë me ekzistu, kështu që edhe për njerëzit më të mirë kanë gjyku. Mirë po, në fillim si çdo njeri, si çdo rrugë që e merr, ke dëshirë ta dish se çka po flitet, a jam për bërë diçka gabim apo jo. Kështu që ndoshta në fillim e kam marrë pak afër zemrës. Mirë po, nuk kanë qenë edhe gjykimet e mëdha saqë kam prit. Vërtet? Jo, kanë qenë shumë mbështetje e madhe, domethënë, sidomos pjesa e Maqedonisë, Shkupit, Tolla, Gostivari, më kanë suportu, më kanë dhënë mbështetje, edhe jam adren këtu ku jam që
me kënaqësi edhe e prezentoj, domethënë i falenderoj edhe publikisht që gjithmonë më japin kurajot me vazhdu tutje. Suportin nga shqiptarët apo nga e gjithë audienca gjithmonë, e ke pas gjithmonë. Gjithmonë. Që në fillim. Që në fillim. Ndoshta aty shumë pak përqindje njerëzve ka qenë gjykimet që e kom cek shumë herë në emisione se gruaja ka vendin kuzhinë, jo je non, femra nuk ka drejt, po sporti është një gjë që nuk dallon as nacionalitet, as gjini, thjesht është sport. Çfarë bën Aisha një driftere më të mirë se sa meshkuj që dominojnë në këtë sport? Këtu nuk e di. Ndoshta guximi, ajo nëse e bën diçka me shumë dëshirë, me vullnet, është që ajo bën muni, nuk e di, driftere ose sportiste, sado me fol gjithë njerëzit, nëse ti e ndjen veten aty qejf ose e ndjen veten sigurt, e vazhdon, nuk e mendon. Je dominante momentalisht mbi meshkuj. Faktën unë kështu të shoh. Mendon që ka lëshime se je femër? Në disa raste po, në disa raste jo. Të shohin si konkurrente meshkuj? Kohën e fundit po marr disa komente që ndoshta edhe më kanë thonë konkurrencje të na bo. Përse? Po, ku të shohin si konkurrente? Vetëm në drift apo edhe në suksese? Edhe si shoqat, edhe në organizime, ndoshta edhe në drift pak. Nëse ka fillu, nuk e di. Ndihesh edhe ti konkurrente me ta? Jo, absolut. Je pa konkurrencë metalisht. Nuk e bëj dallimin e mes njerëzve, secili ka kapacitetin e vet garave, unë ja jap dorën gjithmonë atij që është më i miri. Ose mundohem të mësoj diçka prej atij më të mirë. Domethënë, është kënaqësi, sidomos kur të është shqiptar në përgjithësi më jep kënaqësi. Ke dalë në gara deri sot me një femër? Ilegalisht, nashta. Po çfarë mendimi ke për faktin që s'ka driftere shqiptare? E ndjen këtë nevojë për një konkurrente shqiptare në pistë? Jo konkurrente, një bashkëudhtare ndoshta. Do kisha thënë një bashkangjitje që do kisha bërë drift me kënaqësi dyat me u fut në drift. Me shumë dëshirë. Po. Edhe doja kisha mësu ndoshta unë, nëse nuk e kish ditë, ose nëse ka femra që din, po nuk e kanë guximin me dalë, kam pa domethënë në rrjetet sociale shqiptare, po që nuk marrin pjesë në gara, thjesht e kanë bë me dëshirë aty momentale. Kështu që i kisha thonë, hajde bashkë me mu. Se nuk është një gjë e keqe. Besoj në fakt se ka shumë vajza që duan të hyjnë këtij sporti. Po ndoshta nga paragjykimet, ndoshta nga fakti që nuk shohin një të ardhme në këtë lloj profesioni, nuk po them në Maqedoni automatikisht, i friksohen dhe i stepen. Çfarë mendimi ke? Çfarë mund të thuash? Në fakt çfarë do t'u thoje këtyre vajzave që të ndjekin ty në I kam vërejt këto se në shumë të në rasteve është ajo që po folin njerëzit për mu, ose nuk e di, është diçka që veç djem ka aty. Mirë po, derisa ti, do më thonë, futesh në atë drejtim, edhe e krijon vetë linjën e kuqe. Deri ku mundesh me pas diskutime ose biseda me shoqëri, me rrethin, edhe për atë çka është red line, tuning drift, kështu që lidhet pak. Edhe pse jam futur në këtë lloj sporti, domethënë i kam limitet e mia, deri ku kanë hapësirë të ofrohen, flasin me mua për çështje sportive, për çështje veturave, për këtë lloj pasionin, domethënë mund t'ja del gjithkush. Derisa jeti me atë guximin tënd dhe me ndershmëri, me qëllimin tënd, domethënë asnjëherë nuk mund të të bën asgjë askush. Limitet që i vendos ti për veten tënde luajnë një rol të madh në ndikimin e imazhit që ke krijuar, që do të krijosh më pas tek audienca. Luajnë rol të madh, për shkak se çdo vend ka atë pjesën e vet. Domethënë kur futem mes meshkujve është me të vërtetë është një gjë që ti vetë logjikisht është ta dish se je me një ambient ku ka më shumë meshkuj,
luan rol veshja, luan rol çestet, domethënë duhet t'jesh me limitet e tua, të krijosh kufi, edhe aty e fiton besimin e shoqërisë, aty krijon shoqëni që të respektojnë, dojnë, nuk e di, deri sot unë jam shumë e kënaqur me këtë po flas gjini mashkullore, femrore, fëmijë ndoshta edhe të moshuarit në përgjithësi, domethënë e kanë kënaqësi kur të ulen edhe bisedojnë me mua. Kanë tentuar ndonjëherë të bëjnë të ndihesh më ulët, vetëm për faktin se je femër në pistë? Nuk e di, jo. Nuk e ke ndjerë kështu? Kështu para syve, jo. Më kanë pritë shumë mirë gjithmonë. Me duar trokitje, me britje, domethënë. Kur organizoni domethënë ndonjë ngjarje, aty prezantoni vetura ose bëni drift, çfarë do qoftë? Ka edhe pjesëmarrëse femra, gra? Apo dominant përsërimesh? Kohën e fundit kanë filluar me ardhe dhe femra, sepse para 6 viteve kur kam marrë pjesë unë për herë të parë në këto llojet veturave sportive, domethënë eventave, kam qenë vetëm jam duket, edhe mu ka duk shumë e rënë, domethënë unë si Aisha e kom prit shumë keq atë vetveten aty e kom pa, domethënë po kohën e fundit po shoh se është shtu interesi, sepse është si lloj kur vinë me pa veturat edhe fëmijët, domethënë i vinë familjar, vizitë, nuk e di, është kënaqësi, si në filma. Mendoj që ti ke një ndikim tashmë edhe tek gratë shqiptare, edhe tek familjet shqiptare për të ndryshuar pak këtë mentalitet që ka ekzistuar deri më tani, por që fatmirësisht ka filluar të ndryshojë. Unë mendoj po, se ka ndryshuar pak si shumë. Edhe ke ndikuar ti? Ka ndikuar se po shoh interes të madh se si bëhet drifti, mu i marrë me mësu driftin të ti, domethënë kjo është pozitive dhe shpresoj që secila që e ndëron këta edhe e arrin, por me kujdes edhe sepse është me të vërtet një drejtim që unë kur jam fut, i bjen sikur me pas hecme për gaca, domethënë kom përballu shumë gjëra derisa e kam arrit qëllimin. Kështu që të gjithë e kanë rrugën e hapur tash, nuk është e çuditshme. Më lehtë e kanë me deportu. Do ta ndihmoje një vajzë tjetër që dëshiron të merret në këtë sport? Po me kënaqësi. Shpresoj që në të ardhmen edhe nuk e di, ndoshta isha dashur edhe me hap, ndoshta na ja të shkollë drifti. Ka edhe kështu? Po mendoj se ka, nëse don. Nëse nuk ka, e bëjmë. E bëjmë. E për këtë arsye, unë gjithmonë them që ti je një personalitet i jashtëzakonshëm. Faleminderit. Mirësia e Aishës shihet kudo. Gjithsesi, ne po kalojmë edhe në pjesën e dytë, me që fatkeqësisht minutat i kemi shumë të limituara dhe aty do të na pret një darkë e mrekullueshme nga Golden Place. Qëndroni me ne për të zbuluar edhe më shumë mbi pasionet e Aishës dhe pak më shumë për jetën e saj familjare. Kush është Aisha pasi e fik veturën? Rikthehemi pas pak. Dhe u rikthyem në pjesën e dytë për të vazhduar bisedën përsëri me Aishën, ndërsa do të darkojmë. Darkën e kemi, siç e dini tashmë, nga Golden Place, hoteli ku ne po xhirojmë dhe është partneri jonë i lokacionit. Ambienti këtu është shumë i bukur, po sonte fatkeqësisht për herë të parë në këtë emision na ndodh që kushtet klimatike për një moment shumë të shpejt kohor të ndryshojnë dhe u desh që ta lëviznim pak skenën, më thojza. Aisha, të pëlqeu ambienti? Po shumë. Vërtet? Ishte diçka e veçantë, freskët, qetësi. Edhe pse do të doja të ishte pak më ngrohtë dhe pa shi, që ta shijonim edhe më shumë, por edhe kështu mendoj që do dale bukur. Ne dyja e ngrohëm ambientin, nuk ka nevojë për ngrohje më shumë. Ke shumë të drejtë. Gjithsesi, ne falenderojmë stafin e Golden Place që gjithmonë janë profesional dhe janë strikt kur vjen puna tek profesionalizmi. Ndërsa po vazhdojmë të darkojmë dhe dua të pyes pak se ai pëlqen pasta. Po shumë. Fiks është ai ushqimi jam i preferuar. Pasta bolognese. Po. Na përfshin mirë. Aisha, përveç këtyre pyetjeve do të thënë që i nisa unë paksa me humor, dua të pyes me çfarë tjetër merret Aisha aktivisht.
Aisha Avdi në fakt ka shumë përvoja njëtë. Do më thonë, kam qenë në një praktik rroba qepse. Kështu që si vajzë kam qenë një vajzë shumë shtëpiake, që jam mësu për shembull punën e dorës, e kom pas në rend dytë pas shkollës, do më thonë tentene, rretha pishkiri, edhe rretha shamje. Gjitha i kom punu. Ti punon gjëra tradicionale? Po. Pas një prites, edhe është mërsimi, po kohën e fundit nuk kam kohë, edhe më nuk janë in, ose në mod. Po, Kështu që zakonisht edhe fustanat që i të qepi, ndoshta i dekoroj vetë me gur ose me shka. Kam marrë pjesë edhe në Miss, në Empower Queen Prishtinë. Ishte një eksperiencë shumë interesant të merrem me femra, kështu që pash ta ndjej veten pak femër, sepse tankohës jam me automekanika, me gjinin mashkullore, kështu që për Miss konkurove këtë vit? po, edhe atë Ishte hera e parë. ishte hera e parë edhe ishte shumë kënaqësi sepse isha në mesin e shumë grave të forta, që treguan shumë histori të ndryshme, që ndoshta kena nevojë na si femra mi dëgju, edhe mi përthonja njëna tjetra. Kështu që unë u emërtova Miss Popularity, kështu që më e votuara që kanë qenë aty. Pastaj jam gjithashtu edhe në studime të Akademisë të Aktrimit, në studime të kriminalistikës, Pse aktrimi? sepse jam e kërkuar në disa filma, ndoshta, edhe Do të thënë Aisha nuk ka shohim së shpejti edhe në filma? edhe në filma, po. Filma shqip apo jashtë? Më shumë janë për momentin shqip, në disa vende që jam e kërkuar, sikur që është lufta e Kosovës. Dhe jam e mërtu si aktore limituar, për shkak se i zgjedhi vetë rolet, më thonë nuk pranoj çdo rol. Kështu që si një luftare ndoshta, sepse jam edhe e trajnuar në pjesën e armëve, pak a shumë. Ngjujtja me armë, do të thonë jam e pregadit. Gjithashtu edhe shkollën tani edhe me, do të thonë me universitetin që do e mbaroj, arma më takon automatikisht. Po, pra do të thënë studimet i ke juridik? Po. Përse juridik tani? Sepse ndoshta jeta më ka bo, jam aq e ndihshme sa më ka bo me u fut me studiu pak drejtësinë, kriminalistikën, do të thonë me punu drejt pak. Beson në drejtësi tek vendja? Jo. Përse zgjedhë pikërisht në vendin tonë drejtësi? Ndoshta ka nevojë shteti jonë për një njeri që punon drejt. Mendon Edhe që do pse të në shumë lejojnë? të në rasteve më thonë që kur s'në keni dalë, por që ndoshta i drejti vonon pak, po nuk humbë. Kam parasysh që ti ke edhe përshtypjen e parë që ta kanë lënë me driftin që kur s'kime ja dalë dhe Po. në fund ja dole. Edhe fiks është ajo, edhe gjithë mendoj ka raste që kom thonë smuj, po që në fund ja kom dalë edhe kom thonë, wow, po muj shavure. Kështu që njeri kur don, e arrin ato që don. Ose nga që edhe i kam 2 djemë, edhe janë me një moshë tani 13 vjeç edhe 9, shoh që kanë fillu, po shohin shumë padrejtësi, shohin shumë burrizëm, nuk e di, ka shumë diçka ilegale që po përdoret në shtetin tonë, edhe nuk e di, ajo mbret shumë edhe kam frikë për tarmën e fëmijëve tonë. Por njësi, jo veç unë si nanë, po edhe shumë nana tjera që e kanë këtë njëjtën frikë. Shumë e vërtet. Nëse i kryen studimet që unë nuk kam dyshim që do t'i kryesh, po kur t'i kryesh, ka parasysh të jetin në fond të saktë, ku do të shohim ty të pozicionuar? Nuk e di. Mendimin e kam si inspektore, nështë? Inspektore? Po. Ashtu ndëroj. Gjithmonë të ëndrat më kanë bërë realitet, më shka me vënis pak, po ma mirë me vënis se por. Po? Kështu që gjithashtu edhe besoj që edhe për driftin kisha dashur të marr pjesë në garat evropiane, edhe të kthehem me një titull të veçantë si femra e parë shqiptare, ta ngriti pak
këtë krenarinë e shqiptarëve kudo. Domethënë, është ndoshta pjesë e sportit që dikush ndoshta thotë çfarë krenarie është kjo, por që është një lloj talenti që nuk mund me bërë të gjithë. Shumë e vërtet. Dhe kur kalojmë te kjo pjesë, domethënë, si është ti është nënë dy fëmijëve, dy djemave, ndërkohë që të merresh me një sport ekstrem, quhet. Po është kënaqësi sepse janë edhe ata gjini mashkullore që ndoshta e pëlqejnë atë drejtim, mirë po që të dytë i kanë të ndryshëm. Njëri është i pasionuar pas motorave, tjetri është po i njëjtë si unë. Do të thonë edhe vetë se ka filluar me praktikë i vogli, jo, i madhi është si unë. Në fakt, pamja të jashtme fizike, i madhi i ngjan babit, kurse i vogli ngjan krejt si unë, mirë po pasionin e ka të ndryshëm, e ka pasionin e babit. Po. Unë i madhi ngjan si babi kështu në pamje, mirë po pasionin e ka tenin. Kështu që djalin e madh e kom fut vesh se në drift. Edhe, domethënë, ka kapacitet shumë fort, është shumë i qetë dhe mendoj se ai do të jetë një vazhdimtar pas meje. Kur mendon të filloj djali të merret me këtë sport? Kur do ta kishte miratimin tënd? Unë gjithmonë do e përkrah, sepse është thjesht një sport edhe derisa unë edhe i drejtoj në, domethënë, vende legale që lejohet garohet, lejohet të marrin pjesë. Domethënë, gjitha është një mësim kjo për rininë e sodit që edhe për atë shkak edhe kom hap shoqatën që bëj organizime të tilla sepse mendoj se tash çdo i ri e ka qef këtë, sidomos veturat i kanë qef gjithë gjinia mashkullore. Po ashtu edhe kam pasur edhe femra që kanë qef këtë sport, mirë po nuk kanë hapësirë. Dhe unë si shoqat, me vulg, me nënshkrim, domethënë gjithçka e bëj me lejet policisë, me lejet komunës, domethënë ja kapin një derë të rinjve ku mund ta shprehin adrenalinën. Kështu që edhe fëmijëve të mi, gjithashtu ja përcjell këta, domethënë i marr me veti zakonisht dhe ju tregoj se ku mund të bëjnë gara, ku është e lejuar. Në rrugë normal jam shumë strikt, domethënë përcjelli çdo shenjë, sidomos tash Safe City. Domethënë, gjithçka kam qef më thonë ashtu siç duhet. Cila është një këshill që ua jep gjithmonë djemve? Djemve, kohën e fundit, sidomos kanë pas ato paragjykime, mami o të del TikTok, mami o të del, domethënë mund ka dhimbje, sepse ndoshta djali i madh është pak më i kuptueshëm, edhe i merr gjanat pak më boç. Kurse djali i vogël është pak më i ndishëm, është më xheloz. Edhe gjithmonë ju them, fjalët e njerëzve nuk ndalen kurrë. Edhe për njerin më të mirë, domethënë do të flitet. Kurse edhe në atë kohë është fol për pejgamberin tonë, domethënë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Mos prit që sot mos flitet për neve. Kështu që vazhdoni tutje, mos ndërprerni asnjë gjë që nuk i bën dëm kujna, thjesht vazhdoja rrugën tonë drejt. Puno drejt dhe gjithmonë ki mund ngrit. Sa ke që po dëgjoj këtë realisht, po do të pyet pak për pjesën e shkollimit, domethënë ke biseduar me kurstarët e çunave që marrin masa për këtë pjesë, apo ke menaxhuar këtë sujet? Jo, janë mundu edhe arsimtarë që të marrin masa në këtë rast, po shkam ka pengu mas shumë të është se ma kanë thonë për shembull ka janë fëmijë, nuk kuptojnë. Nuk kanë instruktuar. Domethënë kjo më ka prek se unë ndoshta edhe kom shku në mbledhje dhe koncept që edhe pse janë fëmijë, nuk janë më domethënë fëmijë, domethënë klasa e 8 ose e 9, janë fëmijë që tashtë veç që duhet me kuptu këtë pjesë, janë vetëdijshëm pak, 13-14 vjeç. Edhe mendoj se prindi e ka pak për detyrë me ju fol në shtëpi, sidomos unë tan kohës rriti ju fol, edhe pse ndoshta ky vogli alo nuk kupton, por djalit madh zakonisht i flas që nuk është mirë me gjyku askën, se nuk mundesh me atë ditë, domethënë ka pas raste në vetur kur ka shku vetura keq, çka pas ka ky.
Do të thonë është i vogël me diskutu për aty, se dhe nuk mund është me ditë çka ka. A është i smut, a nuk është, nuk e di, është i lëndum diçka. Nëse nuk të pengon ty në rrugë, pse e gjykon? Do të thonë, qyre ty rrugën tane, ai rrugën e vetë. Do të thonë, pare gjykimet unë kur s'kom gjyku asnjëherë, edhe si fëmi kam qenë e tillë. Gjithmonë e kam këshyrë drejtimin tem. Nëse ka gabu dikush, nuk kam pas shef me a thonë para dikujna, ose e kom lanë ma vonë i kom tregu. Do më thonë, kjo s'është e drejtë, kjo s'është e mirë. Do më thonë, këto raste, kur ja du dikujna të mirën, ja thamë, ku t'jemi vetë. Jam tip që jam shumë e ndishme, gjithë shka e marë, do më thonë, mbi vete, qysh kisha mujt me reaguone, edhe pastaj e flas ashtu se mës me lëndu. Gjithmonë edhe fëmijët të mësojnë këtë rast, edhe do të thonë edhe në shkollë, nuk e di, është ajo mungesa e edukatës. Edhe pse gjithmonë po. Është në rrjetet sociale apo çfarë? Cili mund të jetë arsye? Gjitha nga pak. Se na si prind për shembull po mundohemi tash këto moshat adoleshentës 13 vjeç, 14. Mundemi mi komandu, mirë po ka raste që tash të jemi prind në punë, edhe nuk ke kohë me pas se çka po shikon telefon. Kështu që nuk i pasoj vetë prind, po që edhe këta dallakijat në për jetës sociale që i shohin, vërtet është një degenerim në nuk e di, sharje, firje, bullizëm, nuk e di se në shumë të në rasteve jam hasëve me djallin, nuk i veshit to se më keshin, kam thonë që i e veshti vitet 90-ta, nuk e di. Nuk e di, kemi shumë dallim në këtë rast që kom jetu në Zvicër, aty nuk i intereson se që veshësh, absolut. Do më thonë, e ki jetën tonë, është trupi jo, veshë është që dush. Në varët, unë jam të për shemë që e shofë që është vendi e bëj ku vendin. Nëse jam mes meshkujve, veshëm normal, me një veshë pak ma normal, edhe pse në shumë të në rasteve, shumica e femra më thojnë, është trupi jam, unë e veshë që farë du. Po që nuk i ka hije një femrës, nështë ta mu zvesh shumë nëse futesh në spot që ka më shumë meshkuj. Për shkak se bjen sy. Edhe nëse e kitë femra, bashkë neve si femra në shkon syni me këshyk, e lemo gjenisë mashkullore që vetë Zoti i ka kriju natyrën e meshkujve, ashtu që na femrat jena tërheqëse, do më thonë. Edhe nuk e di, çdo lloj femre e ka një vetitmi që ndoshta tërheq. Pra çka duhet edhe me pas kujdes, ndoshta nuk e di. Ose unë jam, nuk e gjykoj kërkan, unë jam asi tipi, për shembull që kam kujdes. Nuk flas për asken, se e din si cili për vetë vetën. Thjesht unë ndoshta sot jam këtu që jam, do më thonë, kom arrit me vazhdu edhe në drift, edhe në sportin tem, pasionin tem, me kënaqësi që kam njell respekt, dashuri ndaj publikës. Nuk e di, jam shumë krenare për këtë pjesë që më respektojnë gjithë. Si dvegjlit, si pleqt, si rinia, përgjithësi. Nga aq pak kohë të njoh nga afër, të gjithë respekt e ke shumë të merituar, të them drejtën. Faleminderit. Aq më të ftoj të shërbehesh pak, sepse pastat ka Po, filluar edhe të unë veç naftohen. për shoh, edhe kështu po më pëlqejnë ka po e shoh kështu këtë shije. Na bëfshin mirë. Gjithashtu të bëhet mirë. E do puna që në këtë rast edhe të hamë dhe të flasim. Po, Po gjithsesi ti hyhem të dyja nga pak. kështu na jep pak energji me folje. Në vërtet. Aisha, të ka ndodhur ndonjëherë që të bjerë një event, fiks në një, do të thënë event, e kam fjalën një ngjarje me vetura, fiks në një ditë me ndonjë rast familjar. Dhe kë ke zgjedhur ti? Punën apo familjen? Në të thënë drejtën, kam pas kësi raste. Po, që është e pritshme realisht. Ka qenë shumë interesant, sepse isha në event, brenda ditës, edhe atë ditë ishte shumë nxehtë, edhe më djegi dielli, do më thonë ftyrës,
Kurse mbrëmje, deri në 6 ishte eventi, në 7 isha në restoran për darse. Kështu që e kisha fustanin me vete, make-upin, në vetur jam regullu, domethënë jam mundu me mlu atë kuqën që më ka djek dielli. Edhe pse janë në kiqet kollaj. Edhe prej në event, po, në atë moment sa ishte freskët mirë, është mlu. Po, pastaj, filloj, u kërcyje, tu dale kuqja, po, kështu që domethënë e kom qenë në derin edhe te ata kam shku edhe e kom arrit të dyja. Dallon që je një vajzë e fortë dhe e guximshme. Edhe mbi të gjitha, respektin familjar e ke frima. Unë mendoj se të gjitha femrat janë të forta, por na duhet pak shtyp. Ose, nuk e di, ndoshta e marrim prej dikun energji. Na buron nga shpirti. shpirti. Thjesht ndoshta edhe ajo kur ndalesh edhe mendon se ke shëndet, e gëzon shëndetin, ka fal Zoti familjet, shëndosh fëmijë, burr të hajrit edhe familje afër vetit, domethënë nuk ke pse ndalon. Thjesht vazhdo, studio, mëson. Këto janë gjanat që unë i marr primare. Edhe ngrihem mëngjes kam Zot faleminderit që jam për gjithçka perfekt. Kështu që pse me ndalu. Kur vjen puna tek bashkëshorti, ti gjithmonë e cek me shumë krenari që ai është aty për ty, edhe të suporton në maksimum. Pak më parë më the që është edhe menaxheri. Po. Duke qenë që tek pjesa e menaxhimit e ke bashkëshortin, ai sigurisht që të përkrau, nuk e di shoj këtë, po ka pasur ndonjë event ku ai të ka thënë ndalo Aisha, që nuk është në të mirën tënde, unë shoh rrezik, parashoh një rrezik këtu për ty, dhe për sigurinë tënde ti duhet të më dëgjosh fjalën dhe do ndalesh. Pavarësisht që ti e ke dashur shumë atë ngjarje apo atë event që je pjesë. Po ka ndodhur, por jo në sportin, për shkak se në raste të ndryshme, ndoshta, që nuk u kanë e hishme ndoshta për mua si grup, si femër, familjare. Po në llojin e sportit, domethënë gjithmonë kam mbështet, edhe nëse kam kërkuar diçka më tepër, e kemi analizu, e kemi praktiku, a mundem apo s'mundem. Kështu që gjithmonë ja kam dalë edhe më ka përkar. Mirë po këshillat e aty janë gjithmonë si pasqyre për mua, sikur një pasqyre që del e sheh veten, diçka që ki gabim në fytyrë apo në trup, edhe ai është si pasqyre për mua. Domethënë, ne femrat zakonisht dalim para pasqyrës para se dalim jashtë. Mendimi jam. Edhe unë e kam atë princip, domethënë para se shfaqem dikun, diskutoj me ta, e kena marrëveshjen edhe Je sigurt kur jam shumë e sigurt. Përveç këshillave që ti jep, çfarë bën tjetër bashkëshorti që do ta ndërtoj rrugën? Mbështet edhe financiarisht. Derisa nuk u merresha me punën, e kisha mbështetje financiare. Normal është ajo. Domethënë gjithçka mund me thonë, ndoshta. Edhe bashkë edhe unë kam qenë një bashkëpunëtore me ta, domethënë kur ishim në Zvicër, ai u merrte me shitblerje veturave Zvicër Maqedoni. Kështu që unë isha ndihma atij, pastaj ajo është ndihma. Kështu që dytë e kena, domethënë nuk e shohim vetëm ndoshta si burrë dhe grup, po si shok. Domethënë punë jemi si shok, ose në sport. Nga 1 deri në 10, sa rol luan bashkëshorti yt në suksesin tënd? 10. Jam shumë e lumtur kur shoh që je në një lidhje kaq të shëndetshme, kaq të lumtur dhe besoj që tek çdo vajzë mënyra se si ajo është lidhur me një djalë dhe si ai e bën të ndjehet që në fytyrë dhe më pas tjetër tek energjia e saj. Dhe ti vizllon. Është e vërtet kjo, se kur mi thonje që është burrit bën zoj, e burrit bën toj. Kështu që mendoj se edhe ai ka pas shumë sakrifica për mua. Domethënë, qysh në fillim, unë i kom thënë që mu gjyku shumë. Domethënë, e ndjesha... Është ndjeri gjykuar? Po, ati nuk i intereson, mirë po, mund ka dhimbë shpirtin, ndoshta për e këmë lexuar ndonjë koment që kanë shkruajtur për burrin. Edhe kom dashur mu dorëzu,
ai më ka thonë pse e lodh veten me komentet e dikujna që është full kam për me kam, edhe nuk ka tjetër punë, është nervozu me dikon edhe po shprehat këtu. Kështu që prej fillimit domethënë kena pas marrëveshjen që ku të futem këtë sport, e kemi ditë se kena me pas gjykime, paragjykime, fjalë tepërta, mirë po jo dhe aq sa kam mendu. Si që tash ma herët, kom pas shumë bështetje. Edhe jam befasu nga ajo, kështu që edhe burri është i kënaqur për momentin. Ne dy mes vete, derisa kena marrëveshje, domethënë, unë e di saktë çfarë don ai, edhe çfarë duan. I kemi bërë 17 vite bashkë, kështu që mendoj që sikur në shumë të në rastet që thonë mos e bën publicitet burrit që ta marrin në diçka të tillë, kështu që Është e vërtet kjo? jo, absolut, unë se besoj. Edhe shumë gabim. Nuk e ke ndjerë. E mendoj se është gabim, se nëse don burri shkon. Sa dush me tentu një femë në ma ta morë burri nuk ta merë, nëse s'don ai. Nëse nuk jep Edhe nuk e fajsoj një femër. Nuk e di. Nuk do të pasojë një temë. Femra, jo. Nuk e di. Edhe nëse tenton në shta mi shkrujt ose nuk e fajsoj. I ka pëlqy, ka shkrujt. E kush i ka pajet? Pajet i ka burri nëse pranon. Që e njëjta ndodhe tek femrat. Nuk mundem me ndalu askën, për shembull nëse ai pëlqej dikuj ose është diçka njëjtë që ndodh. Po. Tash te shpirtit në zemrës nuk mundesh me thonë, mëse dujt atë person, ndoshta mundesh me dashur në tjetër mënyrë, si person. Ose që është shumë i sjellshëm, por që nuk do të thotë që mundet me ta marrë dikush. Çfarë do doja që fëmijët e tu të mësonin nga gjithë ky rutinë i ytin, normal bashkë me bashkëshortin, në ditë? Pika parë është kisha dashur më kanë të sjellshëm me gratë e tyne, kur është baba i tyre me mu. E para është ajo që nesër, më thonë edhe ajo femër që vjen në shpitall tjetë e lumtur, si që jam unë. Edhe kisha dashur të më ka një vjerë, sikur që e kam vjehrën unë, se e kam shumë të mirë. Kështu që edhe më ka shumë drejt. Edhe pse ndoshta sot s'ka drejtësi shumë, mirë po i drejti fiton gjithmonë. Ndoshta vonë, por fiton. Unë mendoj se nëse gënjeshtra nuk është, edhe e drejta edhe gënjeshtra, domethënë nuk janë ti ke me pas një jetë në shumë. Deri sot unë gënjeshtrën e ku mu rejtë mas shumë të, edhe kom punu gjithmonë drejt, ndoshta më ka dhimbë ndonjëherë diçka po dash me tregu, ose me ma tregu në diçka që ma mirë me ma tregu drejt se me gënjë. Domethënë edhe fëmijët e mi kisha dashur këto një pas princip në jetën e tyre, me respektu më tjetrin, ose edhe nëse nuk është në drejt me prit, me duru. Se domethënë vjen momenti që ti ndoshta ki me dalë në drejt, e do kur do. Këta e kom mësuar nga jeta që për shembull shumë herë kom dashur me tregu që nuk është ajo që shto që shjene të thonë, po e kom majtë në veti ndoshta me vite, po me koha ka tregu gjithçka. Mendoj që to këshillat janë për shumë të me, shpresoj që kanë dhe mi dëgju edhe prej emisionit edhe kështu që ja them çfarë do. Në fund të këtij rrugtimi, për çfarë do doje që Aisha të kujtohej në fund të ditës, apo si një emër që do të ngelet gjatë në treg, si nën, si driftere, si grua që nuk u lof ujë, si dhe titulli që e ke më një përzemër? grua e fortë, guximtare, kontare, gjitha nga pak, ndoshta. Të gjitha pse jo? Se jo, po, edhe si Por aq kosa janë pozitive, janë tituj të lartë. në sport, edhe për kënd gjithmonë jam ajo që kisha dashur me bo. Jashta, domethënë edhe organizimi që ishte jashta partive, kur është festa e shqiptarëve, me bo kill bashkë, me festu bashkë, domethënë jam kjo që gjithmonë baj për shqiptarë. Gjithmonë kam qef me ngritë emrin shqiptarëve, edhe nuk është ndonjë urrejtje, thjesht me tregu forcën e femrës shqiptare, sepse gjithmonë
mendojnë se na jena të shtypura, edhe sidomos pjesën e Shkupit ose Maqedonisë, femrat e Maqedonisë, nuk jemi të shtypura, po thjesht i kemi limitet e tona, edhe mundohemi të jemi kënaqur me jetën, domethënë nuk dojmë ta prishim jetën e bashkëshortore për një qef publikës ose diçka të tillë. Kështu që unë jam ajo që nashta e ku marrë këtë guxim, po që ja ka vlerë nashta. Besoj se po. Është kënaqësi. Dhe për ta mbyllur, dhe ne do të vazhdojmë edhe pak darkën, me që fatkeqësisht nuk të lash asgjë tash nga pyetjet që non-stop t'i kam parashtruar. Dua të dija ke një mesazh drejtuar burrit tënd, të cilin mesazh ai do të ketë surprizë kur ta shihni emisionin. Kam shumë fjalë për ta, nuk e di. Vazh Zoti, ketë shëndet. Mund t'i drejtosh edhe kamerës. Paç shëndet, edhe paç jetë sa të kam jetë dhe unë. Inshallah jena bashkë deri në fund, edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Të dua. Mesazh shumë i bukur. Uroj ta ketë me emocion ai kur ta dëgjoj këtë, aq sa e ke me emocion ti që e dua aq kur i shumë tek sa ta edhe një fraza. sekond kur t'jam paton duket që komet vetë. Mos ngel shkurve. Inshallah jo kur. Ne po vazhdojmë me darkën, ndërsa për pak rikthehemi në pjesën e tretë kur kemi një lojë të vogël me Aishen. Plotso fjali. Shiheni pas. Dhe për ta përfunduar, ne do të vazhdojmë me një lojë që unë kam organizuar për ty, quhet Plotsoje fjali. Je gati? Gati. Atëherë, si funksionon? Unë i kam të shkruara disa fjali deri në gjys, e përfundimin duhet të japësh ti, por për një periudhë sa më të shpejtë të mundshme. Në rregull. Gati? Gati. Fillojmë. Drifti për mua është, Pasion i plakt. wow. Familja për mua është, Është gjithçka. bashkëshorti im është, Krau i cili mbështetem gjithmonë. fëmijët e mi janë, Janë shpirti jam. momenti më i vështirë në jetën time ka qenë, Kur jam futur në pistë, derisa nuk e njihja makinën mirë se çai kanë bërë. Domethënë kur ja kanë shtu kuajt fuqi më shumë. momenti për të cilën jam më krenare është, Është për 28 nëntor që e interpretova Shote Galicia. frika ime më e madhe është, Lartësia. lartësi ti ke frikë. Gara që nuk do ta haroj kurrë është, Kur u futa për herë të parë në pistë të driftit edhe doartrokitjet e publikut. makina ime e preferuar është, Dodge Challenger Damon. kur jam në pistë ndihem, Vetvetja kur humbas një garë, unë e marrë si një mësim. nëse nuk do të isha driftere, unë do të isha Një ambise. ambise. Po. Realisht. Realisht. Ndër të gjitha pasionet që na i tregove, ti do zgjidhje të bësh një ambise. Po. Okej. Edhe ajo është një punë e madhe. Ëndra ime më e madhe është, Të arrijë majën e suksesit në Evropë, garat në Evropë, të anglisë flamurin shqiptar. të na prezantosh neve shqiptarëve. Sa e bukur është kjo. Shumë kënaqësi është. Mesazhi që dua t'u lë vajzave që kanë një ëndër është, Që të vazhdojnë ëndrën e tyre, mos të ndërpresin, mirë po me ndeshmëri dhe me një moral të fortë. dhe Aishe Avdiji me një fjalë është, Queen i shqiptar. shumë e vërtet. Faleminderit. Aishe, faleminderit realisht që ndave historitë tua sonte me ne. Faleminderit që pranove të ishe në emision. Unë realisht e marr këtë edhe si një zgjatje dore nga ana jote, sepse për mua është fillimi dhe të kem një personalitet si ti është krenari. Urime juve për emisionin, ishte shumë kënaqësi edhe ishte shumë emision i këndshëm këtu në këtë ambient të freskët, kështu që shpresoj suksese më tutje. Faleminderit shumë. Gjithashtu jam me të vërtet krenare për faktin që në një fushë që është etiketuar si e rezervuar për meshkujt, ti ke vendosur të hysh dhe gjithashtu ke dominuar. Po, thjesht sporti nuk ka dalluar kimi. Mirë po,
Ja, pra, të ne është ashtu. Ne të urojmë shumë sukses në garat e ardhshme, urojmë të shohim në majat e suksesit tënd, që nga sot dhe nesër dhe ditët në vazhdim, gjithmonë do të jemi duke të ndjekur, gjithmonë do të jemi duke të përkrahur, sepse ti ke çfarë jep popullit shqiptar, ke përse i bën krenar, dhe urojmë më të mirën për ty dhe familjen tënde. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Kjo ishte Aisha Avdi dhe ne ju falenderojmë gjithashtu edhe juve që na ndoqët deri në fund, deri në episodin e radhës. Shiheni, mirëmbëjtje.